Jo të themi që këtu do ngulim këtë pallat dhe gjithë shtëpitë turret e qark na bëhet pak vonë se ç'ndodh me të. Jo. Prona do trajtohet, prona individuale do respektohet, por do trajtohet në një koncept integral. Pra nëse këtu ndërtohen apartamente dhe në anën tjetër ndërtohet diçka tjetër, fjala bie një objekt privat tregtar apo një objekt social kulturor, koeficienti i ndarjes së vlerës së shtuar pronës do të jetë proporcional për gjithë anëtarët e kësaj zone. Dhe duke bërë këtë, nuk kemi një familje apo dy familje të cilat pasurohen brenda natës për shkak të pallatit të tjerët ngelen me gishtë në gojë, por kemi një përqasje ku të gjithë qytetarët fitojnë duke marrë vlerën e shtuar të pronës që u zhvillohet, fitojnë gjithashtu sepse prona zhvillohet jo kulturu, por me një plan të mirëfillt, ku me vërtet mund të ketë apartamente të reja, por ka dhe hapësira gjelbërta, ka dhe parkime nëntoksore, ka dhe shkollë, kopshte, çerdhe, ka dhe një hapësirë për të moshuar, ka një kënd sportiv për fëmijët. Dhe këndet sportive do të jenë po kështu një risi, një prani e garantuar në të gjitha lagjet që do të zhvillohen në Tiranë. Dhe ky zhvillim do të nisë nga lagjet. Nuk mjafton të prishim e të ndreqim 10 herë planin e qendrës, zviceran, belg, holandez. Emrat europian në planin e qendrës nuk e bëjnë Tiranën europiane. Tiranën europiane e bën një përqasje europiane ndaj zhvillimit lagjeve. Duke filluar nga nën toka, ujësia së kanalizimet, rrugë me parametra europian, mjaftueshëm të gjëra, me trotuar, me ndriçim, me gjelbërim dhe pastaj këndet të gjelbërta, shkolla, kopshte, çerdhe dhe facilitete të tjera qytetare pranë lagjeve të ndryshme. Një aspekt tjetër i rëndësishëm që do të ketë plani parasysh është raporti midis ndërtimit dhe gjelbërimit. Nuk do të ketë më pak se 50% gjelbërim në çdo ndërtim të ri. Dhe kjo do të parathot që çdo ndërtim do të ketë parkime nëntoksore. Çdo ndërtim tjetër i ri do të ketë parkime nëntoksore. Në mënyrë që hapësira rreth e qark ndërtimeve mos kthehet në parkime, mos kthehet në tulla gri, por të kthehet në gjelbërim. Qyteti ka nevojë për frymarrje dhe plani i ri urbanistik do t'ia japë frymarrje. Plani i ri urbanistik do të jetë gati brenda 12 muajve, do të jetë i zbatueshëm brenda 12 muajve. A do detyrohemi, thot Mediana Elezit, të ecin 2 kilometra për të arritur koshin e plerave të radhës në Tiranë, dhe do të ketë ndarje në koshat materialeve të riciklueshme. Patjetër që po. Sepse strategjia e mbledhjes së mbetjeve në Tiranë jo vetëm që s'ka strategji, por efektet e kësaj duken kudo. Nuk ka mjaftueshëm kontenjerët nuk janë të shpërndarë në gjithë territorin dhe nuk ka riciklim. Ndërkohë që riciklimi është jo vetëm sot rregulli në gjithë kryeqytetet dhe qytetet europiane dhe rajonale, por është një rregull edhe në qytetet të Shqipërisë. Lezhë sot e ka riciklimin. Pse ta ketë Lezhë dhe mos ta ketë Tirana? Sepse nuk ka vëmendje, nuk ka vullnet, nuk ka pasur dëshirë për ta trajtuar këtë çështje në mënyrë të tillë që qytetarët të përfitojnë një shërbim të mirë, të shpërndarë në gjithë territorin, siç e meritojnë sepse paguajnë taksa për këtë, dhe në njëjtën kohë bashkia të bëjë transparente mënyrat se si ushtron këtë shërbim. Në fakt, ju duhet ta ndini këtë, çmimi i pastrimit të territorit, paratë që bashkia harxhon për pastrimin e territorit janë 5 fishuar në 2 vitet e fundit. A mund të thotë dikush që në 2 vitet e fundit Tirana është 5 herë më e pastër se sa çka qenë para 2 vitesh? Unë ju them, si ata qytetarë që kam takuar në lagjet e Tiranës, që jo vetëm nuk është kështu, por Tirana ka probleme të mëdha me ndotje. Ka probleme të mëdha me mosmbledhjen e mbeturinave. Ka probleme të mëdha me vend grumbullime të pa autorizuara mbeturinash, të cilat përbëjnë një rrezik të drejtë për drejtë për shëndetin e qytetarëve kudo që jetojnë. Ka probleme që ju i përshkruani këtu, duhet të ecësh me 2 km, rreth 2 kilometra për të çuar plerat diku, apo duhet të shkosh me biçikletë, prindrit tuaj përdorin biçikletën, babai në biçikletë duke çuar plerat. Këto janë gjëra që s'duhet ndodhin në një qytet. Pikë pari, një shpërndarje e drejtë e shërbimit në gjithë qytetin. Intensifikim i të sjellim më shumë kontenjer në të gjithë qytetin dhe të shpërndajmë ata në mënyrë proporcionale të barabartë sipas grumbullimeve të popullsisë, që plerat të mund të depozitohen në vendet përcaktuara për depozitimin e tyre. E dyta, mbledhje e rregull dhe monitorim i rrept i mënyrës se si operatorët mbledhin këto mbeturina dhe i depozitojnë ato për t'i asgjësuar. Këtu do të ketë një ndërhyrje të menjëhershme e cila do të pasohet po kështu nga një politikë e ndarjes në të riciklueshme dhe të pariciklueshme të mbeturinave. Pse kjo ndarje? Jo thjesht sepse duhet të jemi më miqësor me ambientin, që ai të jetë miqësor me ne, por sepse kjo është mënyra më e lirë për të bërë mbledhjen e mbeturinave në qytet. Në qoftë se ne i ndajmë mbeturinat në të riciklueshme dhe të pariciklueshme, në plastike, letër, qeq dhe të pariciklueshme,
ne në fakt I hapim rrugë futjes në këtë sektor të interesit të tregut. Sepse dijeni, dhe ju e dini me siguri që ka kompani të cilët bëjnë riciklimin e këtyre mbeturinave. Përkundrejt një marrëdhënie transparente janë gati për ta thënë ndryshe t'i blejnë këto mbeturina. Pra të heqin një pjesë të kostos që sot paguhet nga taksat tuaja, nga taksat e qytetarëve të Tiranës, nga parat, nga xhepat tanë paguhet për mbeturinat. E njëjta gjë vlen edhe për jo vetëm për plastikën, por edhe për qelçin dhe për letrën. Ndërkohë që mbetjet, të cilat janë të pariciklueshme, po kështu mund të trajtohen sipas praktikave bashkëkohore në partneritet me sektorin privat, duke sjell vlera të veçanta për tregun. Fjala bie ka modelet të cilat sot përdoren dhe të cilat sot bëjnë të mundur trajtimin e tyre në mënyrë jo vetëm eficiente, por dhe fitimprurse, prodhim energjie etj etj, sepse ta dini se sharra nuk është e pafund. Sharra së shpejtit do të jetë e mbyllur për plera. Prandaj sot duhet nisim të mendojmë dhe të investojmë në një mënyrë të trajtimit të plerave të pariciklueshme, e cila mos jetë e kushtueshme, mos na sjellë një kosto ekstra, një faturë ekstra për buxhetin e qytetarëve të Tiranës, të jetë miqësore ndaj ambientit, por në njëjtën kohë të kryej shërbimin dhe këto plera mos të jenë te pragu I derës qytetarëve, mos të jenë burim vatash infeksioni etj. Çfarë do të ndodhë me karburantet poshtë pallateve të banimit, larg çdo norme teknike dhe urbanistike, nga zoti Gerti Shametaj. Çdo ndërtim me rëndësi të veçantë për sigurinë dhe shëndetin publik, ku hyn dhe karburantët, që është jashtë normave normave të sigurisë, normave teknike, do të trajtohet si I tillë në përputhje me ligjin. Nuk do të tolerojmë asgjë që kërcënon shëndetin dhe sigurinë e banorëve të Tiranës. Alvi Calcio, a ke menduar ndonjë gjë për klubin Partizani, sepse kam lexuar që shumë djem tifozat të tyre kanë bërë shumë pyetje. A premton diçka për ngritjen e atij klubi? Unë premtoj do të angazhohem me mish e me shpirt për të rikthyer emocionet e forta të derbit Tirana-Partizani. Këtë ta premtoj Alvi dhe natyrisht që bashkia, qyteti do të kujdeset jo vetëm për klubin e vet, por do të kujdeset po kështu që gara tradicionale sportive edhe me tre klubet e tjera, Partizanin, Dinamon dhe Studentin, të mbetet një traditë e bukur e qytetit tonë dhe për këtë së bashku me ekspertët, me sportistët e nderuar të këtij qyteti, ne po punojmë për të rikthyer sportin në qendër të vëmendjes së qytetit, në qendër të vëmendjes së bashkisë, jo vetëm si garë e bukur sportive, por si një kulturë jete, si një cilësi jete, si një cilësi e munguar, në cilën bashkia mund dhe do të investojë. Duke përfshirë këtu edhe për klubin Partizani. Clement Hasaj, pyetje për krimin e një zone që mund të shërbejë për panaire të ndryshme, ndoshta edhe në periferi, e cila mund të shërbejë edhe për zhvillimin e turizmit. Dhe pyetja e dytë, low cost të fluturimeve. Për pyetjen e dytë, natyrisht që nuk hyn drejt për drejt në politikat e bashkisë, por ne do të nxisim gjithçka që shkon në drejtim të ardhjes së sa më shumë turistëve, sa më shumë personave, sa më shumë konsumatorëve, shpenzuesve, që të shpenzojnë këto para në qytetin tonë. Ideja e ndërtimit të një qendre panajirësh është një ide e lindur në konsultim në shoqatën shqiptare të turizmit, e cila e ka selin në Tiranë dhe ka operatorët më të mëdhenj operojnë në Tiranë. Hapësirat publike do të identifikohen dhe do të identifikohet një skemë e partneritetit me sektorin privat për të ngritur këtë qendër panajirësh. Tirana është vetëm një kryeqytet që nuk e ka këtë qendër panajirësh dhe konventash. Dhe qëllimi do të jetë dyfisht. Së pari për tregun e brendshëm, të ofrojë hapësira sa më të shumta, me çmime sa më të arsyeshme, për të gjithë ata që në Tiranë duan të ekspozojnë prodhimet e tyre, shërbimet e tyre, për të njohur një tjetër më mirë, çka është një parakusht, një treg më të zhdërvjedhët, për çmime më normale, për mundësi më të mëdha për punësim, si prioriteti im numër 1 për 4 vitet e ardhshme, por po kështu një qendër konventash, e cila I mungon Tiranës dhe e cila do ta vendosë fuqimisht Tiranën në hartën e turizmit, qoftë e turizmit korporativ. Vetë kam pasur përvoja të tilla më përpara, ku kërkoheshin të bëheshin konferenca të mëdha, 5.000, 10.000 veta për një aktivitet dhe ku Tirana konsideroheshte në frymën e miqësisë dhe politikisht, por pastaj hidhej poshtë se s'kishte facilitete. Dhe një nga facilitetet që mungonte, kryesori do të thoja, sepse hotelet janë shtuar dhe do të vazhdojnë të shtohen, por një nga kryesorët ishte një qendër panajirësh. Prandaj një qendër panajirësh dhe konventash është një domosdoshmëri për Tiranën, është diçka që një investim që do të na sjellë përfitime, sepse imagjinoni 10.000 veta në një konvent për 5 ditë në Tiranë, se çfarë do të thotë kjo për ekonominë e Tiranës, se çfarë do të thotë, se çfarë sa harxojnë këta 10.000 veta dhe çfarë do të thotë kjo
për të ardhurat e qytetit, për të ardhurat e ekonomisë, për punësimin në Tiranë. Pra po, ndërtimi i një qendre panajirësh dhe konventash është një prioritet i bashkisë, prioritet të cilin unë do ta ndjek me përparësi në bashkëpunim me sektorin privat, sepse natyrisht nuk mund të jetë një vepër e ndërtuar tërësisht në fonde publike. Ismail Koxhaje, projekti mjedisor për Tiranën e së ardhmes është shumë i rëndësishëm. Në lidhje me përpunimin e mbetjeve urbane, përpunimin e ujrave të zeza, hapësirave të gjelbërta dhe stafi që do të punojë për këto projekte. Absolutisht, mjedisi në cilin ne jetojmë është treguesi më i mirë i neglizhencës që qyteti ka pasur dhe është thirrja më e fuqishme që bëhet për të rikthyer gjithë vëmendjen tonë tek qyteti dhe te problemet e tij. Mjedisi ka probleme të mëdha. Ajri është më i ndotur i Europës. Kjo është një goditje e fortë që na jepet në shpirtin e gjithë secilit prej nesh. Sado me fat apo pa fat ta ndjejmë veten, sa i përket ajrit, të gjithë fitim vletin ajër, për të gjithë marrim të njëjtën goditje në shpirtin tonë, edhe fëmijët tanë. Dhe kjo jo vetëm ka të bëjë me cilësinë e jetës tonë, sot, por ka të bëjë edhe me gjatësinë e jetës së çdo qytetari të Tiranës. Pra ulja e ndotjes së ajrit të Tiranës është prioritet absolut, emergjencë absolute. Qoftë sa i përket disiplinimit trafikut, qoftë sa i përket çështjes së çlirimit në ajër të mbiturinave dhe grimcave si rezultat i ndërtimeve pa kriter apo pa plotësuar standardet, ne do të ndërhyjmë me shpejtësi për të normalizuar situatën. Përpunimi i ujrave të zeza është diçka që në Tiranë nuk ka ndryshuar fare, ose pothuajse fare. Ndonë se në 2006 unë pata mundësinë të negocioj me qeverinë japoneze, atëherë si ministri i punëve publike, një kredi prej afro atëherë 80 milionë euro, sot 63 milionë euro, me si këst i parë dhe mundësinë për një këst tjetër më vonë, për kanalizimin të ujrave të zeza, asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Unë angazhohem pikës pari që të marrë drejt për drejti në përgjegjësi të bashkisë atë që kandidati tjetër ka refuzuar ta marrë, ndërmarrjen e ujësisë kanalizimit. Përgjegjësi për këto do të jetë Bashkia e Tiranës, do të jetë unë, nuk do të jetë një ndërmarrje jetime. Dhe së dyti të nisë me njerë zbatimin e projektit. Projekti është gati, fondet janë gati, dhe ne do të nisim me njerë zbatimin e projektit kanalizimeve të ujrave të zeza. Kurdon Tiranë dhe me theks tek ato lagje që të gjithë e dim kanë probleme të përditshme si rezultat i mungesës së kanalizimeve të ujrave të zeza, por po kështu të ujësillësit. Sa i përket hapësirave të gjelbërta, në dy dimensione do të punohet fort. Së pari, në krijimin e mundësive për gjelbërim brenda të gjithë lagjeve të Tiranës. Jo paqe gjigante, por hapësirat mjaftueshme të gjelbërta si rezultat i rifitimit të hapësirës publike. Hapësirat të vërteta të gjelbërta, jo pllaka gri apo pllaka të kuqe me pemë të mbledhur në mes, siç është rasti në Çamlliku, por hapësirat të vërteta të gjelbërta për të cilat bashkia do të angazhohet drejt për drejti me fondet publike, në partneritet me institucionet qendrore dhe në partneritet edhe me sektorin privat. Rikthimi i hapësirave të gjelbërta ka drejt po kështu drejt për drejt, jo thjesht me bukurinë e qytetit, por me shëndetin e qytetit. Një qytet i shëndetshëm varet nga hapësirat e gjelbërta që kanë dispozicion. Dhe sot këto hapësira të gjelbërta për frym janë 2 herë më pak se sa kanë qenë para 4 vitesh. Ky është progresi që ka bërë betonizimi i Tiranës, i cili ka glabruar, ka kafshuar gjelbërimin kudo, dhe prandaj unë them që ka ardhur koha që nëpërmjet një moratoriumi deri në përfundim të planit urbanistik, i cili është prioritet dhe emergjencë totale, të mos lë më betonizimin të kafshojë hapësirat tona të gjelbërta, sepse përndryshe i vetmi gjelbërim që do na mbetet janë vazot, saksit në balkonet tona. Nuk ka asnjë dyshim që nëse ne lejojmë kafshimin e mëtejshëm të hapësirave publike të gjelbërta, aty do përfundojmë. Do t'i themi jo, do t'i themi ndal, dhe pastaj do t'i bëjmë një kundërshtim të fortë betonizimit për të rifituar hapësirat e gjelbërta që qyteti ka, që qyteti meriton, që qytetarët duhet të kenë në dispozicion. Përveç kësaj, unë planifikoj, siç edhe kam shprehur, që ditën e parë që jam shpallur kandidat, 2 ndërhyrje të mëdha në qytet për gjelbërim. Korridorin e gjelbër të lumit Tiranës, si pjesë e investimit të infrastrukturës së re të Unazës Tiranës, nuk do të jetë vetëm Unazë, por do të jetë një korridor rekreativ me trotuar të gjerë për ecje, me një kaskadë të pastër ujore, të pandotur as nga mbetjet e ngurta dhe as nga ujërat e zeza, një kaskadë ujore e cila të jetë e notueshme gjatë verës dhe e pajisur natyrisht me brez gjelbërimi dhe duke shërbyer kështu pra si një korridor i gjelbër që lidh një pjesë të mirë të qytetit. Njëkohësisht shtrirja e bulevardit nga stacioni i trenit deri tek bregu i lumit
Do të na jap mundësinë që të lidhim këtë korridor të gjelbërt me pjesën tjetër të qytetit, por t'i hedhim syt edhe ndaj një mundësie tjetër gjelbrimi